Unë për burg për jetë, se mi kam me 2 djetë, për jetë. Mi kam me 2 djetë në marë, s'ka ku parë, mi ka dërmu djetë. S'kom pa që ka me shtinë tofë. Është kjo Mirie Daçaj, nënë e 2 binjakëve të vrarë gjatë luftës në Prizren. Në gjykatën e apelit ku shqyrtua ankesa ndaj vendimit me cilin Miloš Plesković u dënua me 15 vite burgim për krime lufte në Prizren, nëna Mirie kërkoi dënim të përjetshëm, duke thënë se 15 vjet burg janë të pamjaftueshme për krimet e kryera. E në anën tjetër, avokatja e Pleskovićit, Jovana Filipović, kërkoi anulimin e vendimit duke pretenduar se hetimet ishin tendencioze dhe si akuzuari në kohën e vrasjeve ndodhej në burg. Sipas aktakuzës, Plesković akuzohet se gjatë viteve 98-99 në bashkëkryerje me një grup të armatosur serb, ka vrarë 3 civil shqiptarë dhe ka plagosur disa të tjerë në Prizren. Vendimi i apelit pritet të shpallet brenda afatit të arsyeshëm. Për më shumë informacione qëndroni në telegrafi.com.